Vajzat e reja me vetura të shtrejta. Dashnore, s'kurse kur gjo. Klumet ato, fluturojnë. Ju ka dhonë mundësi ja, të të me shvizukohen, a? A ke vlet e gruson e kërë? S'ku pas mundësi se nështë aeroplani kësha mli. E shef në rinin sot në Kosovë. Rinia që shumë mirë. Pse? Tona mundësi t'i kanë. Krejta mundësit i kanë, po thu. Po. Qa po me ndonë për shambull kë trendi i fundit që po i shoh me vajzat e reja me vetura të shtrejta. Që shë shef këtë pjesë? Klumet ato, fluturojnë. Pse? Ju ka dhonë mundësi ja, të të me shvizukohen, a? Po fiks. Po të regam që shka orë kjo mundësia me kam për shambull një vajzë ka që re dhe me pas një vetur shtrejtë. Po, sigurisht, prind janë i mujnë. Prind janë i mujnë. Po, ose daj dashnore. Të regam pak... Si do mos dashnore, s'kurse kur gjo. S'kurse kur gjo, po a thu që ja vlen? A ja vlen? Ja vlen. Se po thu? Qëse A ke vlet e gruson e kërë? S'ku pas mundësi se nështë aeroplani kësha mli. Qka është një dhurata ma e shtrejt që ja ke vlet grusate? Kina jetu një kohë pak Kene jetu që ma sovjet? shjetë ashtu është koha demokracisë pak ma zhvillimet janë ma të moja. Mentaliteti ka ndryshue. Rega ma mirë me mentalitetin e sotëm, a me ato që keni pas, jo Ja. në të kohë? Mentaliteti demokracisë është i shkelqyshë pa. Po, a ka mejt najsa në mirë prej kohës më hershme? A ka mejt një diçka që duhet me erujt ende? Shola kur gjë nuk jetë. Çdo sa ka qenë me diktaturë, çdo sa ka qenë me xhelozi, çdo sa ka qenë me inat. Sot po thuj që s'ka inat, ja? Ka, që në parlament ka xhelozi, ka inati. Për mu marri e modhe shka po parlament. është koha demokracisë, si të ka menimi vetë, mirë po do me bashkëpunue, do të me lani natet, se që është i kombëtare. Po jasha politikës, të regam që sa vjeti martu mirë? Që 45 vjetë. Që 45 vjetë. Falë. S'ka darë. Cila është një gjo ma e shtrejta që t'ka ndodhë gjatë martesës tonë? S'kisha bos më thonë që ka bos shtrejt diçka. Normalisht, dhe se. Diçka që e kishe vlerësu ti mas shumë të gjatë martesës? Zi, normale ka qenë çdo sa. S'ka qene te i kalume, s'ka qene po mesetarisht. Po. Që Cili është një mesazh joti që ja kishe dedikur rinis për me pas një lidhje të shëndosh? respekt, dashuri njëri ndaj tjetrit. Apo do të më respektue. Edhe sinqeritet me pas. Sinqeriteti, gjitha do hinë, amo mos me muhu të drejten dhe mos me nënçmue. Po e sa të përsa të tregon pak për fund, kjo barazia gjinore, a është tamam qysh po duhet me qenë, apo është pak mbi këto? Ka lëviz pak a shumë, se së bash krejt të fund, se ka. Sa ka lëviz? Ka, qysh? Ka pozitive është. Pa po mendon që gratë po lypin pak ma shumë si drejtat barabarta? Duhet me pas gratë. Njështë të meshëm ka thonë derisa femna nuk shkolluhet, si në parlament nuk oshtet. Femna sa me shkollu shteti, ma i fort bëhet. Faleminderit shumë. Përshëndes. Rinin e sotit që shpesheni, s'ka qysh ma mirë. Me tënë në të mirat i ka që zoti, bëllë tëna, bëllë, me njësë jo, që shina kona që kena hijek mi përmena atë të tëna, s'bë heq, po jo jeni në regullë. Po e vallohi, be dikush i ka punë të leshte, dikush i bere bëllafës sa për muhe, nash të rritë, nash mos të rritë, po dikush vallohi, me 120 tëre nuk i të gjallë. Po tash me njësë morë ku, pa t'ja, ku ki morë ku, se këta e në boton njëjtë. Që e shef në rinin e sotit? Rinin e sotit që shpesheni, s'ka qysh ma mirë. Pse po thot që shështë? Me tënë në të mirat i ka që zoti, bëllë tëna, bëllë, me njësë jo, që shina kona që kena hijek mi përmena atë të tëna, s'bë heq, po jo jeni në regullë. Pa po mendon që pak e kena të pru në shapit mirave, që po thojnë një Vallohi, mirat nuk të prujë, nuk të prujë, kur veç mira, njëra shumë. Tregon pak jeta në Kosova për ju përshtatet për juve pensionera, qysh po është? Po e vallohi, be dikush i ka punë të leshte, dikush i bere bëllafës sa për muhe, nash të rritë, nash mos të rritë, po dikush vallohi, me 120 tëre nuk i të gjallë. Po tash me njësë morë ku, pa t'ja, ku ki morë ku, se këta e në boton njëjtë, që ku peshqit një rasë. Ajo, për neve më zetë. Isha, vendet e perëndimit hecin, lirisht politikat, lider të ndryshëm, në për rrugë, valojnë, hecin, udhtojnë, këtu vetë me gjipat zi,
me polici të rujt. Pse ruhet? Pse frigohet njeri? Frigohet se ka bon gabime. Korrupsioni, vjedhin, edhe i marrin qaf edhe brezat e arshme, po mendoj të politikanëve, i marrin qaf që nuk janë të lirë ata. Kur jemi pak të arsimimit, tregon kush i ka fajt këtu që nuk po arsimon rinia? Vallaj, i kemi fajet edhe vet, i kemi fajet, po i ka edhe shteti. Mas pari vet, do të me dit, do të me dasht arsimimin. Do të me njoft historin, do të me njoft veten. Sa ma shumë që e njef historin, e njef vetveten. Në njeri që se njef vetveten, a i se njef historin. E na nuk jem ka e njofum vetveten mirë, do të thotë që se s'kemi lexue, jemi të paletzushëm. Nuk lexojmë shumë, lexojmë vetëm ajo shka na bon në profesionalizëm dishka munohëm edhe krejt munohen edhe shkojnë a studiojnë ekonomi, as janë kërkon në ekonomik, a medicin, a dikon tjetër, edhe nuk kanë seks dot me studiue për me dit. Kur të dish, vinë gjithat mirat. Nga puna e ndershme, sillen edhe vinë gjithat mirat. Me punu me nder, nuk ka fol Zoti, këtë vend me tonat mirat, me a dit vlerën. Venit ton, edhe me smilakmu të hujes. Do të thotë, trit të nësat, me dal jashtë, s'ka perspektiv të. Kjo është humbje që pelshojnë. Bohën në rëbët e venit huj, që se ka gjakun as gjuhën tonë. Tregon pak pasi jemi veç edhe të rinia. Pa unë e kom punu 42 vjetë në Isel, s'ko mëjt me ble kërkor. Këto shumë shpejt për blejnë. Lakmi mi o marë që të sa nuk di. Eshe në punës është një punë e ka rogën 1000 euro. Do gjipat, mirë, vozitin, sene. Zguzoj me thonë kur gja. A keni pas kjerë jo? Pa qëfar kjerë kom. Autopeshke që këra. Edhe është mirë farë që rinin e sodin dhe pa që për jetojnë. Por që ta kemi nga përnuën në atë vjetit që ditën e sodin me shfrytëzu rinia. Tregon pak çfarë mendimi e ki për pjesën e vajzave të reja që e kanë një jetë shumë të mirë edhe i shohin me kjerë të shtrajta. Çfarë mendon për to? Mu më vjen shumë mirë për shembull që po jetojnë mirë, tash për shembull me gjithat mirat po bëjnë kjerë të mira sene. Mi u mor lakmi. Sa mi u mor lakmi? Pa unë e kom punu 42 vjetë në Isel, s'ko mëjt me ble kërë kur. Këto shumë shpejt për blejnë. Lakmi mi u mor që të sa nuk di. Qysh ka ndru pak jeta në krahasim me qysh e keni pasur? Ndryshe ma shumë i marë. Për shembull në kohën tonë, nën qytet shumë rrollë kemi dalë. Kurza ka qenë këtu 2 pjesë, kena shtetit këtu, edhe tonë kohën ma shumë kena dalë, kena shtetit në përmalë, në përgërmi me shukë, s'kena pas atëre. A keni pas kjerë jo? Pa qëfar kjerë kom, autopeshke që këra. Nuk ka pas kafiteria ka shumë, s'kena pas as kushtet me dalë në përkapët, me nëzë bërë shumë i dalë tash kushtet në shumë atë mira. Edhe është mirë farë që rinin e sodin dhe pa që përjetoj mirë. Por që ta kemi nga përnuën në atë vjetit që ditën e sodin me shfrytëzu rinia. Edhe na vjen shumë mirë, mi shumë të kënaqur. Sa jeni në rrjedha këtë kohën e fundit kur po i shohim për shembull femrat që tregojnë se kanë një kjerë nashta tepër të mirë, po edhe po keq interpretohen nashta me ditë se ka po vinë ato. Aty kam edhe në dyshime pak. S'më di, qysh kanë mujt me orë një kjerë që asë mirë, eshe në punës është një punë e ka rrugën, hajtesh 1000 euro. Do gjipat, mirë, vozitin, sene. Zguzoj me thonë kur gja. Zguzon? Nuk guzoj me thonë sen, s'di që shpovinë. Tregon pak edhe për pjesën në Prishtinë, kemi po që ka pas probleme, greva, protesta rreth kompanisë pastrimit këto në Prishtinë. Çfarë me ta për këtë pjesë? Këto është një problem shumë i madh, po më duket mes komunës edhe kompanisë pastrimit. Kanë pas disa mosmarrëveshje, këtu është e keqja më e madhe jone se këtu partitë me vetë nuk po bashkëpunojnë. Në vend që mi ndihmu, e ka morë nashta këtë herë. Komuna e Prishtinës për shembull LDK-ja për dikush e merr, mirë po tjertë, ansambleistat duhet mi përkrah do punë të mira që duhet më bë. Në vend mi përkrah këta bllokojnë. Bllokojnë mos me pas sukses për shembull çaj kryetari i komunës.
me qëllim që kur të vinë si dhe tjera me fitu parti tjera. Kjo shumë keq në na. Na shumë keq me kuptojnë demokracinë. Shumë keq. Në vend se për shkak me bashkëpunue, të vjerë radha me punë, nëse ke punue e merr votën, s'ke punu mirë e merr tjetër kush. Këta kthyen për shkak veç me bllokue që mos me shku puna përpara, në ata po pësojmë qytetarët. Pak edhe për fond pjesën e kuvendit është bërë sot seanca konstituive. Çka mendon që kjo është për mëtar të keq shumë. Mos me mujtë me gjetë për shembull një kompromis. Mu formuar një parlament. Jemi mësuar na tek me këta të hujt, që na kanë ndihmu, na kanë bë, edhe na kanë prunë si një fushë, na kanë rritë këtu, e mos një herë mos me ditë vetëm zgjedh çështjet. Është shumë problem i madh. Nuk po them që na shtas kanë faj edhe tjera të parti, mirë po bara kryesore bie partisë parë. Edhe nuk ka problem, 3-4 deputet më mësë mojtë një bank, jo shumë që di madhe. Për shumë në Gjermani, sene, partit me 30-40 deputet bojnë qeveri. E bojnë, nashtë edhe një parti që si pëlqen hiç, mirë po, qeveria du të më formuar. Këta kanë ngullë kom, Albini veç për mendim temin, njeri, sështë njeri kompromiseve. Qaja se, për ndryshe, të i tash kësh mujtë më zgjedhë disa herë. E janë kanë malë të tërë. Ne kemi dhonë votën tërë, ne kontributin tërë ne kena dhonë. Mirë po tash, tupi ka kalu të ta, këta kanë gjecë. Këtu, shumë keqë.